Si po shkon në procesi zgjedhor deri në këtë moment? Ka pasur, le të themi, disa incidente, nëse mund t'i quajmë kështu, tentativa për fotografim vote apo ndërhyrje të policisë. Megjithatë duken raste sporadike apo është një fenomen shqetësues? Dëgjoni, ky pushtet është në ranie e sipër edhe sot e ka ditën e fundit dhe kuptohet që do të bëj përpjekje që ti manipuloj zgjedhjet. Unë e shoh si një proces shumë interesant i cili besoj që sonte në ora 8, në ora 20 do të kemi rezultate befasuese sa i përket pushtetit aktual. Ajo çfarë unë e shoh është që në palën shqiptare ka, do të thotë, pak paregullsi. Topi është në anën e Maqedonëve, do të kisha thënë këtë herë, ndërsa shqiptarët, për aq sa unë kuptoj, mendoj se do të ketë një vot ndëshkuese për dy partitë më të mëdha shqiptare. Kur thoni rezultate befasuese, çfarë i referoheni konkretisht? Po konkretisht i referohem pa kënaqësisë së qytetarëve, gjithandej nga kam shkuar gjatë gjithë kësaj periudhe, do të thotë para zgjedhore, sa ka qenë një muaj, do të thotë kam vërejtë që qytetarët dëshirojnë të ndëshkojnë në kuptimin për shkak se mirëqenia e tyre është shumë e keqe, gjendja ekonomike shumë e madhe, popullata po detyrohet të emigrojnë nga Maqedonia, pushteti është i korruptuar, kemi skandale nga më të ndryshmet, njerëzit nuk kanë punë, shqiptarët nuk kanë prosperitet dhe mendoj se këtë mlef shqiptarët sot do ta manifestojnë në zgjedhjet e sotme në mënyrë plebiscitare, demokratike, duke ndëshkuar këtë pushtet autokratik i cili që nga viti 2006 e këndej, do të thotë, shqiptarët i ka diskriminu dhe i ka pru në një pozitë, do të thoja, të periudhës post-Jugoslave, në periudhën kur shqiptarët jetonin keq në Jugosllavi, tani edhe në Maqedoni sot pozita e shqiptarëve është shumë e pafavorshme në raport me... Po thoni që në këtë mënyrë rriten shanset për opozitën? Po Zoran Zaev? Po, dëgjoni, ajo çfarë është e vërtetë, nëse opozita shqiptare sonte del me rezultate të mira. Kur them për opozitën shqiptare, dëshiroj të artikuloj çka është opozita shqiptare. Por opozitë shqiptare mendoj për Aleancën për shqiptarët, e drejtuar nga zoti Zjadin Sela, apo me koalicionin tjetër Rilindje me Besë të drejtuar nga zoti Bilal Kasami. Nëse këto dy parti sonte do të shënojnë rezultate të mira, Nikola Gruevski besoj që do të përshëndetet me pushtetin dhe do të shkojnë në opozitë. Ndërkohë, deri tani të paktën nga raportet mediatike thuhet që ka një pjesëmarrje të ulët të votuesve në votime. Nuk e di nëse ju e konfirmoni këtë lajm dhe çfarë tregon kjo? A janë vërtet të lodhur shqiptarët dhe e Maqedonisë, por gjithashtu edhe maqedonasit nga kriza e gjatë politike, por jo vetëm, por edhe skandale që kanë shoqëruar për rreth gati 2 vjet qeverisjen e shkuar? Dëshiroj të jem shumë korrekt. Shqiptarët zakonisht pas dite dalin në masë të madhe dhe votojnë dhe i shfrytëzojnë momentet e fundit për të votuar. Ajo çfarë është interesante, ata të cilët do të dalin dhe ata të cilët ndëshkojnë, ato zakonisht nuk marrin pjesë në përtupime partijake, edhe nuk marrin pjesë në për manifestimet partive politike, ata në mënyrë të heshtur shkojnë edhe ndëshkojnë. Unë këto votues sot i kam pa aty, do të thotë ka njerëz të cilët 10 vite këndej nuk votojnë dhe këto i kam pasur në përvend votime dhe unë jam shumë optimist në këtë drejtim. Do të thotë sonte Maqedonia besoj, shumë shpresoj që do të futet një proces të ri dhe do të kemi një ndryshim të pushtetit nga viti 2006 e këndej. Mos u friksoni sa i përket asaj se nuk ka dalje, nuk e di çka. Mendoj se numri më i madh i atyre të cilët do të dalin, ata dinë se çka duhet të votojnë dhe e dinë se cila është forma më e mirë për ardhmërinë e tyre. Unë mendoj se shqiptarët Maqedoni tani më janë të edukuar, të emancipuar edhe shqiptarët e Maqedonisë dinë se si jeta e tyre do të bëhet më e mirë. Por le të presim në orën 20 dhe le të shohim se cilët do të jenë rezultatet dhe leximet e votës elektorale që e dhanë qytetarët shqiptarë. Çfarë pritet t'i sjellin këto zgjedhje Maqedonisë dhe gjithashtu cila është ajo fatura që kanë paguar jo vetëm shqiptarët, por edhe maqedonasit për gjatë gjithë kësaj kohe pra si pasojë e krizës politike vendase? Po, mendoj se largimi i kryeministrit në dorëheqje Gruevski është largim edhe fitore e forcave perëndimore dhe do të thotë
influencë më e vogël për Rusinë në Maqedoni. Shqiptarët këtë e dinë, e kanë kuptuar dhe shqiptarët do ta bëjnë këtë, por Maqedonia sonte me ndryshime, nëse do të ndodhin ndryshime të shumë pritura, Maqedonia e gjen rrugën e vet të humbur evropiane, atë të cilën e presin të gjithë qytetarët pa dallim etnie dhe përkatësie partijake, dhe mendoj se sonte rezultatet do të jenë shumë interesante. Ne kemi tani ma rezultatet e para të diasporës dhe opozita maqedone avanson me 3-0 dhe hyn në një garë me 3-0. Kështu që t'i presim rezultatet sonte, pastaj mund të analizojmë se cili do të jetë roli i faktorit shqiptar. Unë e kam thënë në të gjitha intervistat, sonte do të kemi rikthim të faktorit politik shqiptar dhe shqiptarët do të jenë ata të cilët do të përcaktojnë rrugën e Maqedonisë se ka do të lëviz, për shkak se ajo çfarë është evidente dhe çfarë është e dukshme, partitë maqedonase do të kenë vota aq sa shqiptarët të jenë faktori vendimtar për të vendosur për të ardhmen e Maqedonisë dhe për rrugën e saj të humbur evropiane. Ju mendoni se një fitore, le të themi, e quaj si rikthimi nga dera e madhe i faktorit politik shqiptar pas këtyre zgjedhjeve. Faktori politik shqiptar i referohen një opozitës në këtë rast, dhe mendoni se vërtet do të ketë një fokus më të madh për problemet e shqiptarëve atje? Shpresat i kemi të opozita, deri tani nuk kemi rezultate. Shpresat janë që të fitoj opozita shqiptare, që ne të mund të t'i kthehemi normalitetit jetës tonë. Si keni parë rolin e faktorit shqiptar gjatë këtyre viteve, flas për partitë që kanë qenë deri tani, le të themi, në pushtet, BDI dhe PDSH? A kanë përfaqësuar interesat e shqiptarëve këto parti? Po, fatkeqësisht më duhet ta them sonte, Bashkimi Demokratik për Integrim e humbi rolin e saj në qeveri dhe shansin e madh që të bëj diçka për shqiptarët. Pranimi pa kushte në qeverinë e Gruevskit, pa platformë, pa një ide, me emra shumë të dyshimt, të kompromituar, emra të njerëzve të cilët ua kanë bë zi jetën shqiptarëve të Maqedonisë, mendoj se i kushtoi BDI-s. BDI-ja erdhi nga dera e madhe, nga lufta e vitit 2001 dhe 15 vite këndej, do të thotë ishte pjesë e qeverisjes, por fatkeqësisht sonte me gjas do të dal nga dera e vogël për shkak se abuzoi me idealin e shqiptarëve të Maqedonisë. Të njëjtin fat do ta pret edhe Partinë Demokratike Shqiptare, e cila pas vdekjes së Arber Xhaferit nuk po e gjen vetveten, për shkak se ideologjia e Arber Xhaferit tani më nuk është në këtë Partinë Demokratike Shqiptare, por është Aleanca për Shqiptarët. Cilat janë problemet të kyçe, zoti Sinani, që përballen shqiptarët e Maqedonisë, për cilat, le të themi, ju mendoni se ka një shpresë për zgjidhjen e tyre nga opozita, nëse ajo do të ketë një rezultat pozitiv në këtë proces zgjedhor? E para është dekriminalizimi i skenës politike shqiptare, largimi i familjarëve të këtyre 100 pushtetarëve shqiptar të cilët kanë uzurpuar të gjitha institucionet, prej nga qeveria deri te Universiteti i Tetovës, të cilin e kanë shndruar një lodër në pushtetin e tyre, dhe më vjen keq, por unë duhet ta them sonte, vjen shumë keq që zyrtar të lartë, profesor, agjitojnë për pushtetin dhe në anën tjetër ky pushtet neve na e ka nxi jetën. Në anën tjetër, dështimi me tekstet shkollore, dështimi me legalizimin dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe si një nga çështjet kryesore të marrëveshjes së Ohrit, mos socializimin e ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe marrjen nën kontroll të partisë nga njerëz të cilët unë do t'i quaj kështu, do t'i quaj njerëz me prominiencë komuniste jugoslave dhe njerëz me prominiencë komuniste shqiptare, të cilët Marksin dhe Engelsin e kanë si idol. Dhe mendoj se kjo gjenerat e këtyre njerëzve do të duhej të shkojnë në shtëpi. Çështja tjetër, shqiptarët nuk kanë mirëqenie as në shëndetësi. Kur flasim për shëndetësinë, spitalet shqiptare janë të shkatrume.
pushteti lokal i shqiptarëve mezi se arrin t'i paguaj faturat për energjinë elektrike të qytetit, e mos të flasim për ndonjë projekt i cili do të kishte qenë për ta rregulluar mirëqenien e tyre. Në tërësi shikuar, do të thotë shqiptarët e Maqedonisë po e braktisin Maqedoninë nga ky pushtet si një lloj shenje proteste, dhe mendoj se këto janë dështimet kryesore. Dështimi më i madh është se 4-5 njerëz vendosin për fatin e shqiptarëve. Shqiptarët nuk dëshirojnë që disa njerëz të vendosin për fatin e tyre, dhe unë shumë shpresoj sonte që rezultati elektoral do të fletë për një çështje, do të fletë, leximi i votave do të tregoj se ka do të shkojnë shqiptarët nga sonte e tutje. Zoti Sinani, ndërkohë që padrejësitë dhe diskriminimi sa i përket të punësuarve në administratën shtetërore ka qenë një problem ndër vite, i cili le të themi për mbi 20 vite nuk është mundur që të zgjidhet. Pse ka ardhur kjo, dhe mendoni se vërtet do të ketë më në fund le të themi një zgjidhje të këtij problemi që gjithë shqiptarët e Maqedonisë të punojnë ashtu si maqedonasit në administratë shtetërore? Po, ndëgjoni, nga fushata elektorale doli një shifër 20.000 administrator shqiptar, të cilët unë në ato tekstet të cilët i botojnë Shqipëri për shkak se pushteti në Republikën e Maqedonisë më ka bloku, dhe ju do ta vëreni shumë lehtë se unë nuk marr pjesë në debate televizive apo nuk jam i ftuar për shkak se me argumentet e mia unë atakoj këtë pushtet dhe nuk i atakoj individualisht, po atakoj ato dështimet e tyre. Mendoj se shqiptarët e Maqedonisë kërkojnë në mënyrë shumë perfide që të lirohen nga ky lloj pushteti dhe nga ky vazalitet të cilin partia në pushtet e ka kriju, do të thotë me partinë tjetër maqedonase e cila është deri tani në pushtet. Mendoj se shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë për një rifreskim, ndërsa te administratorët ta analizoj mirë. Këto 20.000 administrator fatkeqësisht nga partitë që kanë qeverisur Maqedoninë janë përdorur për fushat elektorale. Do të thotë këto njerëz kanë qëndruar në shtëpi, këto njerëz kanë marrë rroga dhe këto njerëz janë përdorur vetëm për t'i mbush sheshet me njerëz dhe për të poentu, do të thotë me vota, që mendoj nga sonte tutje kjo lipset të ndryshoj. Ndetja në shtëpi e 20.000 administratorëve shqiptar i ka mundësu politikës ultranacionaliste të udhëhequr nga Nikola Gruevski, i ka mundësu që ata në pushtet do të thotë akomodohen let, i zgjidhin problemet let, për shkak se ai mentaliteti shqiptarëve i cili do duhet të ishte në pushtet dhe ta përmirëson gjendjen nuk është. 20.000 veta, llogaritni, nga Tetova deri Kumanova të rinë në shtëpi dhe këta njerëz mos të punojnë asgjë, normal që qeveria e Maqedonisë dhe pala maqedonase do ta shfrytëzojë për të poentuar, dhe ne e shohim që partia në pushtet deri tani ka pas projekte, ka pas realizim të projekteve, ndërsa pala shqiptare do të thotë ka pas vazhdimisht rënje dhe ka vazhdimisht do të thotë skandale nga më të ndryshmet, që nga Sopoti e deri te Kumanova. Zoti Sinani, është në fakt le të themi është e rëndë, sepse sipas marrëveshjes së orit 25% të punësuarve le të themi në administratë shtetërore në sektorin publik duhet të jenë shqiptar dhe nuk janë marrë kurrë masa që kjo marrëveshje të respektohet. Të paktën nga partitë shqiptare gjatë kësaj fushate elektorale janë bërë premtime të tilla, le të themi, janë ndërmarrë angazhime të cilat pas këtij procesi zgjedhor do zgjidhin dhe një padrejtësi për popullin shqiptar atje? Ndigjoni, partitë do të thotë nuk janë koncentruar shumë te implementimi i marrëveshjes së Ohrit, për shkak se unë mendoj se nga viti marrëveshja e Ohrit është desh përfundohet deri në vitin 2004, por tani është shty për shkak se njerëz jo kompetent të cilët e kanë drejtuar sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit ma tepër janë marrë me çështje të tyre individuale, edhe incizimet e fundit tregun dhe e pam ne se ish zëvendës kryeministri Musa Xhaferi do të thotë doli me incizime shumë keqe, dhe do të thotë kur njerëz tillë nuk merren me çështjet e shqiptarëve dhe merren, si të themi, me jetën e tyre dhe merren me arktimin apo me tenderët, ju nuk mund të pritni që shqiptarët e Maqedonisë të kenë sukses. Prandaj shpresoj që nga sonte ai cili do të vinë digasterin e marrëveshjes së Ohrit ka hapësirë që të inkuadroj ekspert edhe nga partitë tjera shqiptare të cilët nuk mund të jenë pjesë e pushtetit, për shkak se është jetike për shqiptarët e Maqedonisë që të implementohet në tërësi marrëveshja e Ohrit,
që më pastaj të hapet hapësira dhe mundësia për një marrëveshje historike në mes Maqedonasve dhe shqiptarëve apo anasjellës për ta qeverisur Maqedoninë. Por pa u përmbyll marrëveshja Ohrit, unë nuk e shoh dhe këtu nuk e shoh pengesën vetëm te pala maqedonase, por më shumë e shoh te jo serioziteti i njerëzve të cilët kanë drejtuar këtë digaster jetik për shqiptarët e Maqedonisë. Zoti Sinani, ka qenë në fakt Zoran Zaev, kreu i LSDM-s, ai i cili çoi vendin në krizë për shkak edhe të publikimit të skandaleve të korrupsionit të qeverisë aktuale të Nikola Gruevskit. Ndërkohë, a përbën një alternativë opozita maqedonase në këtë zgjedhje, në këtë proces zgjedhor? Digjoni, do të ishte pandershme nëse unë do të thotë pozicionohem, për mbasi ju kërkoni, unë kam dëshirë që të informoj drejt opinionin shqiptar në Shqipëri, po edhe gjithandej ku na ndjekin gjatë tërë botës, t'jemi korrekt. Lideri i opozitës maqedonase është tregu i hapur, që nga çështja e gjuhës shqipe për cilën e ka thënë hapur se ai është i gatshëm të negocojë me shqiptarët për ta legalizuar, deri te ndarja proporcionale e pushtetit. Prandaj për shqiptarët është shumë me rëndësi që sonte forcat e opozitës maqedonase të ngadhnjejnë, për shkak se kjo do të ishte një sinjal i mirë, për shkak se Gruevski e humbi shansin e vet jetik për të bërë diçka për shqiptarët dhe ne nuk presim që ai do të bëjë diçka për shqiptarët. Kështu që mendoj të jemi korrekt me opozitën maqedonase, ato kanë dhënë premtime, shpresoj që mos na përsëritet e kaluara dhe mos na përsëriten raste të cilët do të ishin të papranueshme për shqiptarët, për shkak se atëherë edhe ne do t'i kundërpërgjigjemi edhe liderit Zaev, i cili nëse tenton do të thotë të veproj si Gruevski, do ta ketë fatin e njëjtë si ai, i cili sonte është në ethë dhe pret rezultate të këqija. Prandaj opozita maqedonase do duhet të jetë e vëmendshme, ta pranoj platformën e shqiptarëve, të implementoj platformën e shqiptarëve, të zgjidh problemet me shqiptarët e Maqedonisë, të ndahen postet kryesore mes veti dhe Maqedonia mos të jetë në rrugën e lindjes, por të përfundojë në Bashkimin Evropian, aty ku janë perspektivat e të dy popujve të cilët janë shumë në këtë vend. Zoti Sinani, si e keni parë rolin e ndërkombëtarëve gjatë kësaj krize politike, por edhe le të themi në një tentativë të tyre gati këmbgulse, agresive për të bërë vendin që të eci përpara, për të qenë le të themi një vend i dur dhe për të kontribuar në proceset integruese të Maqedonisë? Po ndigjoni, ndërkombëtarët kanë qenë shumë të interesuar, të prerë që çështjet t'i zgjidhin kur marrëveshjet nuk funksiononin, kur liderët atje nuk mirreshin vesh, por mendoj se ndërkombëtarët kanë ende mundësi. Cila është mundësia? Mundësia është që të bllokohet çdo projekt i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kontrollohen fondet të cilat vinë dhe mos të abuzohet, që nga mjetet e informimit, të cilat në masë të madhe kontrollohen nga pushteti aktual, deri te fondet të cilat kanë bëjnë me rindërtimin dhe rregullimin e jetës së qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Perëndimi mendoj se ka një punë të vështirë në Maqedoni pas rënies së pushtetit, për shkak se atëherë mendoj se do të hapen perspektivat. Vizitat e disa funksionarëve gjatë fushatës zgjedhore dhe marrja e pjesë e tyre në fushatën e Partisë Maqedone VMRO nuk është shikuar mirë, është shikuar si një tendencë për ndërhyrje në fushatën zgjedhore. Tani unë duhet të jem korrekt, edhe evropianët do duhet të ishin, po perëndimi do duhet të ishi vëmendshëm. Ti lën njëherë qytetarët të vendosin vetë ata për votën e tyre dhe për perspektivat e tyre dhe pastaj të përzihen. Çështja tjetër që ndërkombëtarët do ta kenë emergjente. Në Maqedoni nuk përfundon me zgjedhjet e sotme kriza. Në Maqedoni me zgjedhjet e sotme fillon si të themi rruga për përmirësimin e gjithë atyre problemeve dhe gjithë atyre çështjeve që janë lanë pas që nga viti 2006 tek këndej. Prandaj do me thonë duhet i hapet krahu një garniture njerëzve të shqiptarët dhe maqedonët të cilët janë të përgjegjshëm, të cilët nuk do të korruptohen si këta politikan, të cilët janë korruptuar dhe nacionalizmin e kanë pas vetëm retorik, vetëm sa për t'i mbledh votat e tyre dhe në anën tjetër
tjetër e kanë rregullu vetëm mirëqenjen e tyre. Prandaj perëndimi do duhet të shumë i vëmendshëm që t'i ndihmoj demokracisë së brisht në Maqedoni e jo t'i ndihmoj që ajo të përkeçohet. Zoti Sinani, dhe një çështje e fundit është çështja e emrit, e cila është duket se është delikate dhe ka ngelur pezull për shkak të krizës dhe për shkak sepse kjo krizë bllokoi le të themi të gjitha reformat. Çfarë duhet bërë në këtë pikë? Po ndëgjoni, çështja e parë unë nuk jam pajtu me qasjen e leadershipit aktual të shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët në një farforme do të thotë ja kanë hap krahun palës maqedonase. Para se Maqedonia e sotme apo ish Republika Jugoslave e Maqedonisë të negocojë me Greqinë, mas pari duhet të kryen negociatat e brendshme. Kuadër të negociatave të brendshme do të duhet një konsenzus i gjerë dhe unë mendoj se shqiptarët aty do duhet ta luajnë rolin e tyre, për shkak se ne nuk do të pranojmë ndonjë emër i cili do të kishte sufiks dhe që do të identifikohej me ndonjë çështje e cila ka të bëjë do të thotë me slavët, për shkak se ne pjesa do të thotë tjetër që nuk jemi slav, nuk mund të pajtohemi me ndonjë emër i cili është i papranueshëm. Mas pari kjo duhet zgjidhet, të bëhet konsenzusi i gjerë, pastaj do të thotë negocohet me palën greke dhe një herë për gjithmonë të zgjidhen problemet me fqiun ton i cili realisht kërkon që tulet me një palë serioze dhe ta zgjidh problemin. Mendoj se pas këtyre zgjedhjeve unë mendoj se ka mundësi që të hapet kjo çështje, të dialogohet për këtë çështje në mënyrë korrekte, të vendosen edhe shqiptarët në ato bisedimet edhe jo formale që ndodhin ande e këndej në përbot që ne e dim se ndodhin, vendosen shqiptarë të cilët janë korrekt, të cilët janë për një mirëqenie të qytetarëve të Maqedonisë dhe realisht do të thotë Maqedonia ka nevojë të lirohet nga kjo bare e madhe raport me emrin për shkak se kjo e pengon zhvillimin. Ne si shqiptar këtu brenda e kemi shiqur me shumë dashamirësi duke mos dashur që t'u bëjmë probleme. Megjithatë ne nuk mund të pajtohemi me një emër i cili do të thotë nuk identifikohet me ne, për shkak se ata kanë bërë një himn i cili nuk ka lidhje me shqiptarët, kanë bërë një flamur i cili s'ka lidhje me shqiptarët dhe arritëm që ta pengojmë mos ta bëjnë stemën me ato luanat të cilët dëshironin të prezantoheshin se ishin shqiptar dhe realisht ishin ato luanat të cilët identifikojnë VMRO-n. Prandaj them se duhet një konsenzus i zgjerë, por pa shqiptarët unë nuk mendoj se do të ketë zgjidhje dhe shtyrje para të këtij procesi. Zoti Sinani, unë të falenderoj për gjitha mendimet tuaja që dha drejt për drejt në radio televizionin Ora News. I falenderit. Kënaqësi, mirupafshim.